Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev thot se mbështet antarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE, por jo në kurrizë të drejtave të bullgarëve. Radev në një takim me përfaqësuesit e organizatave të komunitetit bullgar në Maqedoni nga manastiri Ohri, Shkupi, Prilepi, Kavadari dhe Koçani, tha se është detyrë e çdo shteti demokratik të mbrojë në mënyrë efektive të drejtat e të gjithë qytetarëve të tij dhe të garantojë të drejtën e tyre për vetvendosje. Përfshirja e bullgarëve në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të përshpejtojë ndjeshëm rrugën e vendit drejt Bashkimit Evropian dhe shpresoj që fqinji ynë jugperëndimor do të bëjë këtë sa më shpejt të jetë mundur në mënyrë që të hap dyert për negociata për antarësim të plot. Ne të gjithë shpresojmë që integrimi i Maqedonisë së Veriut të ndodhë sa më shpejt të jetë mundur, por kjo nuk bëhet në kurrizë të drejtave të komunitetit bullgar në vend. Në këtë drejtim Radev shprehu shpresën se autoritetet e Maqedonisë së Veriut do të zbatojnë kompromisin evropian të vitit 2022 sa më shpejt të jetë mundur dhe do t'i përfshijnë bullgarët në kushtetutën e tyre. Ndërkaq qeveria e Maqedonisë së Veriut insiston që të merë garanca para se të bëjnë ndryshimet kushtetuese. Zëvendës kryeministri Aleksandar Nikoloski në një intervistë për Mia nga Brukseli ku mori pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor, tha se Maqedonia ka merituar që moti t'i fillojë negociatat në BE në lidhje me ndryshimet kushtetuese, theksoi nevojën për afate të qarta dhe siguri në proces nëse realizohen reformat e kërkuara. Nikoloski gjithashtu kërkoi që procesi të jetë dypalësh, duke nënvizuar se edhe Bullgaria duhet të zbatojë 14 vendimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg që lidhen me të drejtat e maqedonasëve në Sofje.